Jeni ndër themelusit e LSI-s. Dhe pasaj u larguat. Dhe si rrallë ndodhë në politikën shqiptare, keni parë punën tuaja, nuk jeni ngatruar më që t'jeni aktiv, por të gjithë ju ka bërë përshtypje pamja fizike e Ilir Metës. Unë doja t'ju pyesja juve, Ilir Meta i 2003-2004 është i njëjti me Ilir Metën e 2026-ës jo fizikisht, e kam fjallën. Them që jo. Unë e kam njohur Ilirin kur ai ishte zëvendës kryeministër dhe pastaj u bë kryeministër, pastaj së bashku sa ju lëvizjen. Socialista për Integrim, e cila ishte një lëvizje që kishte shumë figura, Pollum Gjufi, Safis Brokaj, Ndrej Lekisi. Një farë proteste ndaj Partisë Socialiste, ku Fatosnano e kishte marrë të gjitha vendimet në dorën e tij dhe megjithëse ai është mbajtur gjithmonë si demokratë, më thash, për atë situatë nuk kishte më demokraci. Ndodhi ai kongres që ai sa pas me vjen historia që na u duk vërtet shumë e tepërt. Ka përcim nga Ismail Qemali dhe Fatosnano ishte në çikim madh. Se dhe Ismaili se tha vetë, ja tha popullit. Jo, Ismailit ja kanë vënë në gojë e tij se e meritonte. E meritonte që ai ta thoshte. Pse se ka bërë vërtet mbase veprën më të madhe në historinë e këtij populli që ndau Shqipërinë shtet më vete. Dhe në ato situatat luftës ballkanike, ishte shumë situata ngatruar, që ai ka vërtet merita. Por Fatosi, dikush ja kishte shkruar atë se Fatosi Sulës besoi të shkruante, të përtac për këto punë. Ashtu. Si. Dhe e tha. Kështu që ne u ndam.